wa abu'u laka bi dhanbi. E gjunaja jemi. E pranoj. E pranoj që e mira e jotja, e pranoj që gjunaja është jemi. Që kjo raporti me Zotit edhe robit. Që kjo është strumbullari i raportit me Rabbul Alemin, cila, o Allah, të mirat janë pi tije, të këqijat janë pi mua. E kanë rrotullu njerëzit ka ana tjetër. Ja, e kanë rrotullu njerëzit ka ana tjetër. Apo, kur kanë të mira thojnë punum. Shpia, e bona une, kere, kam punu, ja kam njerit, ja ka njeki, apo, kja ka njeki, burri madhe ka një parët. Kitë mijat janë. Kur ka dëni bela, nga të res, i prishet shëndeti, ja turbulon Allahu Gjelalu, si një parë shka i shkon këtë, që i shkon menja të Allah, i thot, shka bani për këtë, ma prishi. Andaj thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, rahimahullah, në vend se njerëzit me bo këtë dua, me thonë, o Allah, gjdo e mira e jotja, e gjdo e keqë është e jemja, ata shka thojnë, se herë që e sosin një punë, thojnë, e bana, e kryta, e bleva, e shita, e ndërtova, ta mam ti turbulohet diçka, thot, kader Allah. Me fjallë të tjera, aja Allah i qështu e prishi, se më kanë sa dosh, kush me prish, kur me prish, apo? Po a i dip se ta ka prishme, se sa e jotja, për me të po qish merë vesh me ti me të kaldu se sa e jotja. Disa njerëzve, po, zakonisht, uzurpator të tokave, kur s'morin vesh që s'janë kanë të atinve, dërza të vinë mja u morë. S'merë vesh, a nuk marë vesh. Andaj Allahu du të me ta prish ti për me të kaldu, s'kebe e jotja, se pësër në ishe. Nuk ka kone jotja. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, o abu'u laka bi dhanbi. O Allah e pranoj gjunahin tem. E pranoj gjunahin tem. Andaj ka thonë, faghfirli, falma. Ma falë. Shko të ndërum gjëmat, krejt tham, thelbi, fillimi, zhvillimi dhe mbarimi i një insani të mirë, një muslimani të mirë, cila me nis me falje e me përfundu me falje. Istighfar në fillim, istighfar në zhvillim, edhe istighfar në mbarim. Nise me kërkim falje, jeto me kërkim falje, dhe mshele kapitullin e jetës tane, o Allah falma. Andaj pat thanë Allahit, falë të ki, as njani për neve në gjenet së në shkel. Allah në bof nasib, ja Rabbel Alemin. Në bof nasib, Allah me thonë të falë tini. Se pat thanë Allah i falë tije, qysh he? Ti sun hibe të shpja kretarë, do ti. E kini po një salet e kanë bojnë për gjenetin? A be thot në gjenet, kam i në gjenet. Po thot në tja blina duqani se dhe gjenet leto ki. Në gjenet është tin me një herë, apo? Sidomos të talkinave këto të stin me një herë, gjenet, nasëret, një kërë blema ti, thot se në unë në gjenet është tina let. Qiko gjenet e se apo? Hajgare. Kur u baneve të mishti ti kanë gjenet? Kur u bane shti? Qepo, a e shtilet të kanë gjenet? Shkove shtilet e krijetari. U ishin do sigurim ati. Po ti së në shtipet e krijetari. Piloqit e ka shpijen. Piloqit e ka shpijen. Jo be të krijetari, zë shumë a krijetari, largo. Shko në beshtinet e një administrator që ati të përleta shka punon. Shko shte, të ka dalë dhe, ranë prit jashtë ati. Ti thu s'du me prit. Ta qojnë sigurimin prit si burimir, apo? Po ti të administratori letrave së nëhim ranë, apo? Penzin be akëll prit është, mërdhivësh me të prit qatë penzin, apo? Kitë së nëhina paren, patar medita, veç këtë vene që të nëjtë, gjenet letna, që të shkasën ato një. Kur u babe artikulli ma i shtrejt, artikulli ma i lirë të njerëzit. Kur u babe kjo? Na, gjërat, të thjeshtë ato njësën një mërina. Para me në gjenetin Allah, subhanahu wa ta'ala, ka thonë alayhi salatu wassalam, artikulli Allah ta i shtrejt, shtrejt aja artikulli Allah, artikulli Allah të gjeneti. Allah i në bof nasib. Ama për gjenetut me punue. Ti 60 vjetë kanë shku një shpije ke maru. Apo? Edhe ta është menzi se e këzon. Se menzi se he, menzi se del. Edhe tu u plak, tu të thonë, hajt inshallah ma shpejt kalon. Pse? Qështu në dunjaja, tabiati dunjajës. Dhe krejt ata që ka thonë, hajde ma shpejt inshallah, kam ju ardhin edhe atyre kam ju thonë, njët dikush, hajde ma shpejt. Ama në zhvillimin edhe euforin e rinis, që ashtu njerëzit mendojnë. Para me në gjenetin e Zotit të bare kjo e tërë. Sa dush me punu për ata? Mos me kanë rahmeti Allahut, as njani së në shkel ati. A i shtrejto, ka thënë alayhi salatu wassalam, faghfirli, falma o Allah. Kjo është sejidi l'istighfar, istighfari ma imi, pas të ka thënë, fa innehu la yaghfiru dhunube illa ent. Nuk i falë gjunat askush për veshteje. Sën ta falë kërkush, shiko. O gjathat ja ka po duajën, talkinin ja banëm, jasinin ja knum, do ma thonë që mërë që, kur gjo mos ka ndodhë ati. A mujna dikush me na kalzu qish mi këthjel që të njerëzë që kur gjo s'ka ndodhë.
Hiç kur gjo. Kjo është vesh një sebeb. Pa e pas bo punën ai. Ne dvin edhe pi Mekës në t'ja kënon Jasinin. Kur gjo do bisi ban ai. Hiç do bisi ban. Njoni thot që vesh mos m'ja kënu. O kënoja Jasinin, nuk ja do mos m'ja kënu. Kënoja bando. Po kthjellu se pa pas punu. Hajde be kënoma në Jasin, mu një shtëpi ban ma 300 kvadrat. Hajde ban. Ban ma. Kënoma në Jasin edhe ta shohun në shtëpinë. Po ta jo, ai do thotë ai a ke livrita. Po unë a pas në livritë se kërkojnë një shtëpi me një Jasin. Ti xhenetin e Allahit ja ka kënu Jasinin. Ja kënu këtë Jasinin. Ja banën doajën, ja banën qelimën. Edhe po kur gjao mos ka po, kur gjao s'ka ndodhur kjo. Pa ju përgjigjaj në vorr pyetjeve. Pa e pruaj dëshminë se ka qenë musliman i vërtet. Në të mbledhën hoxhallarët e Qabës edhe Medinës edhe këtë botës. Në t'ja kënujnë me qelime, me Jasin, me këtë. Kur gjo nuk shtin as në tona, as këtë tona. Pa, Allah i me mashtrua. Allah i me mashtrua. Merit ti falsifikoj të dokumentet dhe qoj dikun. Sa të e thonë? A me neve këtë gjithë me lujta. Beri më original dokumentet. Beri original dokumentet. Ka thonë Alehi Salat e Selam, nuk lëviz kama e robit pa ju përgjith 4 pyetjeve. Së lëviz kama e robit. Pejgambert Allah i kam ndalu ditën e Kiametit, ka thonë ka dale e keni kri misionin pejgambert e Zotit. Alehi muslim, njerëzit më të mirë në ftyrë tokës, kam nalë Allahu së nalu. Kena mi pyet njerëzit që e kanë qenë pejgambert. Ditën e Kiametit besniku ka mu pyet për besnikrin e vet. Ai besnika kam i thonë bere dëshmi për besnikrin tane. Ama të na me një qelime e qoj njerin firdos. Ka dale o gjemat, ka dale, se nuk shkohet ashtu. Pa i bo vepra nuk shkohet ashtu. Andaj shka tha Alehi Salat e Selam, veç ti Allah i falë gjunat. Që doj Allah i me të falë po. Me dash me të falë Allah. Kur kush me të kënoje kur gjon. Në kitë dunjaja me të qa, koto, Allah i po dhe me të falë. Dhe pas të ka thanë, a'udhu bike min shërri ma sanat. O Allah, rujëm nga e keqja qka e kam bo une. Se të keqin qka e ki bo ti, edhe une, ka pasoja. Jo mësani në mur uji, jo në mur bora, jo në mur vërshimi, kur gjon ke nuk ka të ndërum gjëmat qka bojnë na. E pastaj, jo një qike e re e kanë dhunue burat mëdhoj. Pako be toka që në ma neve, o në gjëmat. Pako toka që në ma. A kuptojnë se që ata të cilët po i luftojnë vejen, shiko qëfar skandalet të është dalin. Dhe ti të vënë mare që që folë gjuhën të anaj. E vënë mare që folë gjuhën të anaj. Allah i mështë në shkatrov për gjunahet tona, ja Rabbel Alamin. Ka thënë Alehi Salat e Selam, o Allah kërkoj mbrojtjen tane nga sherri asaj që ka e kam bo. Une, na e kena bo sherri të nërum gjemat. Na, insani. Wallahi nuk e shkatron Zoti për shkak hajvanve tokën. Zbajnë hajvan, zbajnë bela, e këni po. Ja jep do ushim edhe vazhdon rrugën e vetë. Ama insani, e lusim Zotin e madhë që Allah t'i fa gjunahet tona, ja Rabbel Alamin. Kjo është duaja që e ka bo pejgamberi Alehi Salat e Selam. Dhe e ka qujtë këtë dua Sejidul Istighfar. Që kjo istighfari më i mirë që mundet me bo një besimtar.